Shumë njerëz ndihen të humbur, por ka momente kur një fuqi e padukshme duket se I udhëheq. Një nga shenjat e para është ndjenja e papritur e qetësisë në mes të kaosit. Është sikur një dorë e butë të prek shpirtin dhe të kujton se nuk je vetëm. Ky është një mesazh I qartë nga Engjelli yt mbrojtës. Shenja e dytë është kur shikon numra të përsëritur si 111, 444 ose 777. Këto nuk janë rastësi, por kode hyjnore. Ata janë mesazhet e engjëllit për treguar se je në rrugën e duhur dhe se universi po të mbështet. Shumë I shpërfillin, por ata që dëgjojnë zemrën e tyre kuptojnë thirrjen. Shenja e tretë shfaqet përmes ëndrave të qarta. Engjëjt shpesh komunikojnë gjatë gjumit, duke dërguar vizione, shenja ose madje edhe fytyra të dashura që japin shpresë. Nëse zgjohemi me një ndjenje të fortë paqeje pas një ëndre, ky është një mesazh I sigurt nga engjëlli mbrojtës. Një tjetër shenjë është muzika ose fjalët që të vinë në momentin e duhur. Mund të jetë një këngë në radio ose një frazë nga një libër që të prek shpirtin. Kjo nuk është rastësi, por një përgjigje e drejtë për drejtë nga ëngjëlli yt për pyetjen që kishe në zemër. Shenja e fundit është ndjenja e pranisë së padukshme pranë teje. Ndonjëherë ndihesh sikur dikush po të vëzhgon me dashuri, ose një erë e lehtë prek shpatullën tënde pa arsye. Kjo është energjia mbrojtëse e engjëllit që të kujton, nuk je vetëm, ti je I mbrojtur gjithmonë.